Bashkia e Vaudes me ngjesjen e kësaj të martë është përfshirë nga rreshje intensive të shiut. Deri në këtë moment situata paraqitet e qetë në bashkinë e Vaudesit, ndonse ka patur rreshje me nivel mesatar. Të vetmet problematika të raportuara në disa fshatra është mungesa e energjisë elektrike. Puna e strukturave vendore dhe bordit të kullimit është përqendruar në mbajtjen hapur të shtratit të përrojë të Glinës, duke e pastruar vazhdimisht nga mbetjet që sjellin prurje ujore. Shqetësim mbetet ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë elektrike. Strukturat e bashkisë të emergjencës civile dhe shërbime publike janë në terren që nga mërmja kaluar, po bojmë pastrimin e përrojë të Glinës në bashkëpunim bashkë me bordin e kullimit dhe me mjetet tona. Energjia elektrike mungon, po bëhen disa orë që mungon, thujse në të gjitha njësitë. Shpresojmë që të bëhet e mundur rikthimi i energjisë. Problematika për mbytjeve deri tani nuk ka dhe shpresojmë që të vazhdojë kështu. Ndërkohë që prej 24 orësh në zonë është stacionuar edhe regjimenti i Kombësorisë së Veriut, duke qenë në gatishmëri për çdo situatë të mundshme. Vaudes mbetet në fokus të monitorimeve për gjatë 48 orëve të ardhshme për të koordinuar kapacitetet në menaxhimin e situatave.